Mirë, hoxha, Allah ju shpërblet. Në ndërkohë e lexoj pyetjen e radhës. Thot një televizionist për hoxhën e nderuar, kam këtë pyetje. Konkretisht e lidh me zekatin e pagave, thot si duhet të veprojmë, a duhet në çdo muaj të paguajmë për shumën që marrim, pra pa llogaritur shpenzimet e atij muaji, kështu që do të thot pa shpenzime për pagën që e marrim, pra nëse ajo arrin paga e mrim, pra nisabin, apo të paguaj thot në çdo vit për shumën e kursyer nga paga nëse e mrin nisabin. Ju kisha lutur të më shpjegoni diçka për zekatin e pagave mujore. Allahu ju shpërblet, thot, sepse vërtet më duhet një përgjigje. Allah ju shpërblet që kujdeset për këtë shtyllë të Islamit. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Islami është ngritur me 5 shtylla. Njëra ndër to është dhe dhënia e zekatit. Derisa më e çuditshme në Kur'anin e Kerim është një ajet që Allahu azza wa jall thot, nëse falin namazin dhe japin zekatin, janë vëllezër tuaj. Pra jep rëndësi të madhe zekatit, derisa në 70 vende në Kur'anin e Kerim përmendet dhënia e zekatit. Kjo ka qenë dhe porosia dhe mësimi i pejgamberit Allahut kur dërgoi Muadh ibn Jabelin për Yemen. Dhe i tha: "Ja Muadh, ti ke të bësh me idhtarët e librit. Thirrja e parë e ytja le të jetë në fjalën la ilaha illallah, në besimin në Allahun. Nëse i përgjigjen, njoftoj se Allahu i ka obliguar mes 5 kohë namaz. Nëse ata i përgjigjen, tregoj se Allahu i ka obliguar që një sasi prej shumës, prej pasurisë të tyre, qamish prej të pasurve dhe të jepet fukarave." Po një ajet Kur'ani i Kerim Allahu azza wa jall drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Merr një sasi prej pasurisë së tyre që ti pastrosh ata. Kanë të pastroje. Ti pastroje fukarat, të varfërit, apo të pasurit? Apo të pastron pasurin, apo shoqërin? Përgjigja është të gjithë. Pastron të varfërin nga xhelozia, nga se kur ti jepet zekati të varfërve, nuk i xhelozojnë të pasurit. Pastron pasanikun nga kooperacia. Dhe Allahu ka thënë në Kur'anin e Kerim: "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kush shëron veten e tij nga kooperacia, do të jenë të shpëtuar. Pastron pasurinë në mënyrën e fituar. Ndoshta është një llosur me diçka haram dhe ndaluar. Pastron dhe shoqërinë ku nuk ngel të varfër dhe nuk ngelin probleme në shoqëri. Pra kjo është zekati që Allahu azza wa jall e ka obligu që muslimanët të praktikojnë. Mi po sa i përket për pyetjes e parashtruar se zekati i ka disa kushte. Kushti i parë do të thonë të jetë besimtar, muslimanëve. I obligohet zekati besimtar. Kushti i dytë i thonë në gjuhën arabe al-haul, të jetë 1 vjetor. Kushti i tretë është nisabi. Nisabi do të thonë pasuria e cila arrihet në sasi me afërsisht 85 deri 91 gram me ndryshime mendime të arë nga ari. Pra i cili posedon 1 vit me rregull më shumë se 85 gram altan, apo në vlerën e 85 gram altan, në pas 1 viti duhet të jep 2.5% të pastron pasurinë e tij. Kjo ka të bëjë me rrogën të cilën rrogën që e ndan jashtë shpenzimeve dhe borxheve. Pra njeriu nëse ka borxh, së pari e lan borxhin e tij, e pastaj nëse ngel sa sasia e nisabit, më tepër se nisabi, jep gjithashtu a kupton do thon zekatin. Ndërsa sa i përket borxhit, nëse ka borxh dokun, i ka dhon, duhet të jep dhe për borxhin e dhon. Nëse ka të sigurt që mund ta kthen çdo kohë, duhet ta jep për ta. Nëse nuk e ka të sigurt, jep vitin kur ta merr borxhin. Allahu më mirëti. Mirë, hoxha.